Faleminderit Arefat, faleminderit juve publik. Vazhdojmë me kandidatin tjetër. Rënditni këto kryeqytete ballkanike perëndimore, duke filluar nga Mëveriori. Podgorica, Sarajeva, Tirana, Prishtina. Nga Mëveriori. Rënditja e saktë është Sarajeva, Prishtina, Podgorica dhe Tirana. Ishti më i shpejt. Noljan Lole Tiran. Tiran. Tani kam një publik që më do shumë dhe nuk dua trokit pa shenja. Dua trokit kështu në mënyrë vullnetare. Ju dua shumë edhe unë. Vazhdoj me Noljan Lole. Nga Tirana, Noli si gjithë rastin shkurt ka mbaruar për gazdari. Jeni martuar apo jo? Me Evisin, kënë një vajzë 3 vjeçare, preferën kuizin milioner. Thot se ka eksperienca të shumta jetësore. Noljan Lole, gazetar, në shoqërimin e kujt jeni sot? Unë jam në shoqërinë e miku tim të vjetër, shok gjimnazi, Elton Tafaruçit. Elton, përshëndetje Elton. Greci. Faleminderit shumë. Edhe ju jeni me profesion gazetar, a? Pati. Më tha Noljani. Sigurisht, ju të dy do të bëni një storje të jashtëzakonshme për kuiz milioner. Shpresojmë që këtë përjetim, këtë emocion do ta bëni bashkë. Janë 2 pozicione, njëra është karika në zet dhe një nga publiku. Do të shikosh nga publiku këtu do të thotë është emocion i veçantë. Nga televizioni normalisht atje ka emocion, por të jesh në karikën e nxehtë do të thotë këtu është finalja. Këtu është rrethi më i ngushtë, atje është rrethi 2, rrethi 9 publiku. Duke mbritur. Po. Rrethi Dantes. Noljan, jeni gazetar i lirë, apo? Televiziv. Freelancer. Kështu është më së miri. Nuk e ke presionin redaktorit. Jeni diçka alla Michael Moore, mund të bësh të diçka? Diçka alla Michael Moore në arsyeën e profesionit. Jam gazetar dokumentarist. Po, mirë shumë. Besoj që do të thotë edhe tek ne të vi një frymë e tillë që spaku gazetar të mund të punojnë, jo me orar, por me detyra të caktuara, me kohë të caktuara, ashtu si punohet në vende të zhvilluara. Dhe do të kenë të mundësi më të madhe për të eksploruar. Po sigurisht. Dhe kjo. Shpresoj në angazhimin tuaj më të madh dhe në profesionizmin tuaj. Jeni martuar? Po, kam një fëmijë. Një vajzë 3 vjeçare, Patris. Emrin si ka? Patris. Përshëndetje Patris. Përshëndetje. Do të vazhdojmë Noljan. Rregullat e lojës janë 15 pyetje, 15 përgjigje. 3 pragje, 250 euro, 1.750 euro dhe 50.000 euro. 3 ndihma, telefonon mikun, pyet publikun dhe 50-50. Pyetja e parë. Kush jep lajmet dhe lexon programit në radio ose në televizion? Postieri, frizeri, kameramani, spikeri. Vërtet pyetja e parë nuk mund të gaboj, përgjigjja ime përfundimtare është në D, speakeri. Speakeri, sakt. Vazhdoj. Cili nga këta mund të punoj në akuarel? Kompozitori, aktori, piktori, peshkatari.
Kompozitori ka pentagramin. Po? Aktori skenën. No. Peshkatari hapësirën det ose Dhe liqen. shkopin. Apo rjetin. Apo dinamitin në kohët tona. Janë alternativat të ndryshme. Ndërkohë që piktori ka një nga ato është dhe akuareli. Atëherë përgjigjja përfundimtare është në C piktori. Sakt. Pyetja e tretë. Si quhen policët italian? Brigadier, kavalier, karabinier, gjandar. Mund t'jenë quajtur dikur brigadier, ndoshta edhe kavalier, gjandar quhen diku tjetër, janë quajtur edhe tek ne, flasën në Shqipëri gjandar dikur. Kohën e zogut, e? Ndërkohë që policët italian përgjigjja ime përfundimtare në C karabinier. Karabinieri. Sakt. Pyetja e katërt. Pas cilës shpreje nuk vihet pikë çuditëse? Urdhërit, pas thirrmës, dëshirës, pyetjes. Pas urdhrit vihet pikë çuditëse. Po, Pas thirrmës gjithashtu. po. Pas pyetjes nuk vihet pikë çuditëse. Përgjigjja ime përfundimtare në D nuk vihet pikë çuditëse pyetjes. Kemi pikë pyetje. Pas kësaj pyetje shumë të rëndë, besoj që kemi nevojë për një pushim me publicitet. Nderuar dhe shikues, Quizi Milioner, pyetja e katërt, Nolian Lole nga Tirana, pyetja pas cilës shprehje nuk vihet pikë çuditëse, urdhërit pas thirrmës, dëshirës apo pyetjes, Noliani ka dhënë përgjigjen në D. Më vjen shumë keq që u ngutët, por unë tregova edhe më herët që nuk duhet të ngutemi në këto raste. Po nga një herë nuk do thotë që duhet t'i bindeni urdhërit, sepse unë mund të kuptoj dëshirën tuaj, po shpesh duhet të bëni pyetje, sepse kur nguteni mund të keni pas thirrma. Au, sakt! Në televizion preferohen këto drama, tensionet? Sa më të pakta t'jenë aq më mirë është. Sa më ftohtë jetë. Okej, tani tuti do t'jenë pakta. Vazhdojmë pyetja 5 për 250 euro. Cili nga formacionet partizane ishte plakë? Brigata, qeta, kompania apo toga? Përgjigjja ime përfundimtare është në B, qeta. Ashtu pra, saktë. Bravo! Bravo, Nolian! 250 euro. Urime. Faleminderit. Më herët keni punuar diku? Po. Në televizion? 7 vjet në televizion, televizionin Koha në Tiranë. Koha në Tiranë. Kolegu juaj punon tani? Edhe kolegu im është për momentin pa punë. Pa atëherë, kështu, aty Mund të fillojmë diçka ka bashkë. punuar edhe kolegu im, Kadri Vokapole. Shumë kohë përpara, se sa të më rria unë. A ju dërzua, sepse dëshiron të bënte revolucion, dhe si duket nuk ishte kapacitet për të balluar dijen dhe dëshirën e tij shumë të madhe dhe kapacitetit. Kështu na thot, nuk e di. Është një nga është një nga emrat i cili mbahet në duart e atyre që lexojnë në Tiranë më shumti. Po. E shfletojnë. Ju me kolegun tuaj keni një status shumë special tani. Jeni në fakt të papunë, në fakt gazetar të papunë nuk ka, por kështu lindin shumë ide. Vazhdojmë lojën. Pyetja e 6.
Atoli është ishull i rumbullakt, krater i vulkaneve, ishull në lumë, tokë vulkanike. Nga këto që po shoh, o tokë, o ishull është. Çështja është çfarë ishulli? Ishull i rumbullakt, ishull në lumë. Atol, krater i vulkaneve, tokë vulkanike. Jam i pasigurt, e kam kufizuar, po jam i pasigurt në... Dhe do doja, po tentoj të pyes publikun, dhe nuk dua ta ndikoj, duke u shprehur vetë. Nëse je afër ndohet në paqësor dhe kryesisht... Kanë luftuar Amerikanët shumë për to. Kanë luftuar Amerikanët shumë, kanë përshtypjen. Dhe është në ishullin, është një ishull i rumbullakt që gjendet kryesisht në paqësor. Sakt. Vazhdojmë, Nolian. Sa fëmijë kanë Jimmy dhe Cheryl në TV serialin e njohur Jeta sipas Jimit? 5, 3, 4, 6. Detyrimisht publikun. Publiku, me njerë. E di që është diçka me Belushin, po që ta kem parë ndonjëherë. Je njëri i televizionit tani me njëherë të publiku. Dhe konsumojmë shumë pak televizion. Nuk mundemi që. Po. Jam i sinqert, nuk e kam parë. Mirë. Publiku, Noliani kërkon ndihmën tuaj me pyetjen që ka të bëjë me filmin Jeta sipas Jimit. Sa fëmijë do të në këtë serial kanë Jimmy dhe Cheryl? 5, 3, 4 apo 6? Sigurisht, ky shqiptar është, mund të ketë më pak se 5. Detyrimisht, përgjigjja ime përfundimtare është A, 5, sipas publikut. Rolin kryesor të Jimmy dhe luan James Belushi, apo jo? Jeta sipas Jimit ka luajtur me sukses 8 sezone nga 2001 deri në vitin 2009 me 182 epizoda. Sigurisht e ka ditë publiku, sakt publiku, rregull. Faleminderit. Ej, James Belushi. Vazhdojmë. Pyetja e 8. Mirmidonët ishin mercenar romak, luftëtarët e Akilit, elita babilonase, apo ndërtuesit e piramidave. Do të telefonoj? Kend, Akilin, do një romak? Jo, Akilin... Ndërtues dhe piramidave? Një njeri që besoj se është i saktë. Unë e kam të dëgjuar, nuk jam i sigurt. Kështu që do ta pyes Grigor Banushin, po gazetar. Grigor Banushi. Nolian, po më pëlqen shumë si kandidat. Je shumë bashkëpunues dhe shumë kolegial, sepse je duke shkuar drejt në çështje. Është kjo praktik ndoshta e punës suaj dhe kjo i bën të ndihen mirë kandidatët që janë përreth, sepse nuk humbesh kohë. Vazhdojmë. Telefonatën, ju lutem. Urdhëro. Alo, përshëndetje, Grigor?
Përshëndetje. Femi Ferrati nga Quizi kur do të bëhet milioner? Po. Si jeni, Ju bukur? përshëndes dhe unë. Si ndjeni sot? Urdhroni. Si jeni thash, bukur? Mirë, faleminderit, se nuk dëgjova mirë. Po, Unë jam keni qenë- mirë, i gatshëm. I gatshëm, do të keni qenë në dritërima duke pritur telefonatën, ë? Po pra, e kam pritur shumë. Atëherë ndihma juaj vlen 650 euro. 350, 650. 650. Po. Atëre, Noliani është në pyetjen e 8 tani dhe ka vetëm këtë ndihmë. po. Pyetja ka të bëjë diçka me lashtësinë dhe është shumë i bindur që ju e dini këtë përgjigje. Uroj ta di. Uroni. Mund ndoshta edhe ta thesh rekordin nëse je shumë i shpejt. Dhe për këtë unë Po. personalisht do t'ju shpërblej. Pyetja është fare shpif. E shkurtër, ë? Ralinja më bërë. Allo? Grigor? Oh, Grigor! Iku Grigori. Edhe njerë. Alo. Alo, Grigor? Alo, unë ndërprej linja. Po ndërprej linja, ne mund të vazhdojmë. Po, po. Atëherë, Grigori, keni gjithsej 30 sekonda. Grisha, përshëndetje. Urdhro. Përshëndetje, ma thuj pyetjen lutem. Mirmidonët ishin mercenar romak, luftëtarët e Akilit, elit babilonase apo ndërtuesit e piramidave? Mirmidonët. Shpejt. Po. Në Lian më vjen keq, po unë mendoj vetë thjesht luftëtar romak. Luftëtar romak apo mercenar romak? Ma thuj dhe një alternativë lutem. Luftëtarët e Akilit, mercenar romak, elit babilonase, ndërtues piramidas. Shpejt dhe 3 sekonda. Megjithatë, A i bëri bashkë e i bëri bashk. Megjithatë, mercenar të Akilit. Akili nuk ishte paguar. megjithatë, unë e kam vetë personalisht një dyshim tek Akili. Shuma që humbas apo fitoj, dhe unë do rrezikoj. Po rrezikon. Më pëlqen të rrezikoj. Bravo. Përgjigjja ime përfundimtare është në B, luftëtarët e Akilit. Shpresoj që njohuritë e mia filmi Troja të më shërbej. Besoj se Më lëni edhe mua të shërbehem me pak publicitet. Nderuar televizionistë, u kthyem në quizin Kush do të bëhet milioner. Me mua në karrikën e zetë është Nolian Lole nga Tirana dhe është në pyetjen e 6. Në pyetjen e 8, më falni. Nolian Lole nga Tirana dhe ka arritur në pyetjen e 8 dhe në këtë pyetje shfrytëzoi edhe ndihmën e fundit telefonomikut. Grigori, miku i tij, në pyetjen Mirmidonët ishin mercenarët romak, luftëtarët e Akilit, elita babilonase dhe ndërtuesit e piramidave, i dha një përgjigje të kombinuar. I tha se janë mercenar luftëtar romak. Dhe ky është opsioni i 5, të cilin nuk e kishin paraparë. Ndërsa, Nolian Lole në dha përgjigjen përfundimtare në B, luftëtarët e Akilit. Atëherë Mirmidonët nuk ishin mercenar romak, as luftëtar romak dhe as elit babilonase. Sipas mitologjisë ishin milingona, ndërsa Eaku i kthej në njerëz dhe u bën ushtar apo shoqërues të Akilit në luftën e Trojës. Bravo, sakt! Të ka shërbyer filmi Troja. Vazhdojmë. Vazhdojmë Nolian, pyetja 9, cila nga këto gjallësa nuk përfshihet në klasën e araknidëve? Akrepi, merimanga, këpusha, gaforja.
Përgjigja ime përfundimtare është D. Gaforja. Luan ju rulet rus? Jo, E di se çfarë është. E dini si çfarë është? E ba, atëherë, sakt, s'po e zgjatës më shumë. Bravo, sakt! Bravo! Pyetja 10. Oreli drita, po fillojmë lojën. Në cilin prej këtyre kishte bërë atentat Mark David Chapman? John Kennedy, John Lennonin, Robert Kennedy, Martin Luther King Jr. Mark David Chapman. E 4 burra të vdekur, të vrarë me atentate. Po. Tentimi im i brendshëm është të rrezikoj, megjithatë unë përgjigja ime përfundimtare tërhiqem. Përafërsisht, nuk e keni të njohur? Njeni ndonjë atentator nga këto? Jo, emri është i njohur, por kë ka vrarë tash i bëhet i ndash. Atëherë, Nolian Lole, të nderuar të shikues, nderuar publik, tërhiqet me shumën 850 euro. Nuk mendoj fare dhe kështu ka vendosur. Jo, nuk isha pse mendoja, sepse nuk do ta gjeja. E di variantin tim, versionin tim, se kë do them tani, Po. mund t'jetë dhe i drejtë. Atëherë, Nolian Lole ke fituar 850 euro dhe do e pisim mikun tuaj? Mund ta pyesim tani. Duhet ta di. Elton, e dini përgjigjen në këtë pyetje? Parafërsisht, jo... Unë do të... Ishte Robert Kennedy, ishte Martin Luther King Jr. Po, John Lennon dhe John Lennon dhe John Kennedy. Dhe John Kennedy, Bob Kennedy. Bob. Mirë, Unë jam po ju Nolian, John. ju për Johnin. Dhe po të vazhdonim lojën, cila do të ishte përgjigja e fundit? Po të vazhdonim lojën John Kennedy. Po të vazhdonim lojën, nuk do të vazhdonim lojën, sepse John Kennedy është përgjigje pasaktë. John Lennonin kishte vrarë Mark David Chapman. Vrasja kishte ndodhur me 8 dhjetor, 1980. Dhe një thatë, nderuar të shikues, ju faleminderit shumë për momentin, do të vazhdojmë. Do të vazhdojmë me pyetjet më atraktive nga quizi Kur do të bëhet milioner. Ju presim edhe ju aplikoni, na shkruani edhe tutje, do të lexojmë edhe letrat e shkruara këtu para ekranit. Ju faleminderit, ju rupafshim. Milioneri u prezantua nga Vala. Nëse pyesni veten, pse Vala?